Në kataf që unë e preferoj shumë fare është kjo musakaj me spinaq dhe me mish. Është aq e mirë dhe jam shumë e sigurt që do të bëhet dhe preferuara juaj dhe e gjithë familjes tuaj sepse është vërtet speciale. Atëherë, si fillim marrim mishin e viçit dhe e ndajmë në kubik shumë të vegjël dhe e kalojmë në skuqje me vaj ulliri në zjarr mesatar. E kliposim dhe lëm që të gatuhet derisa të ndryshojë ngjyrë. Ndërkohë që mishi skuqet, grim qepët e njoma shumë së bashku me hudhrat. Ja bashkojmë mishit, i kaudhisim, i shtojmë edhe një gotë ujë dhe i lëm që të gatuhen derisa qepët të zbuten plotësisht dhe mishi të kaloj pak në zjerje. Më pas grim edhe spinaqin imët dhe ja bashkojmë pak e nga pak mishit. Më pas e kriposim, piperosim dhe gatojmë derisa spinaqi të humbas plotësisht ujin e vet. E lëm që të ftohet dhe ndërkohë që spinaqi ftohet, përgatisim sosin me vezë dhe me qumësh, me pak kri dhe piper. I përziejmë mirë dhe e bashkojmë spinaqit dhe spinaqin e kalojmë në një tavë që më parë kemi lyer me vaj ulliri. E livelojmë mirë dhe sipër e lyejmë me 2 të verdha veze. E kalojmë në fornë në 210 gradë për gati 30 minuta. Nëse përgatisni, ju bëf të mirë.